Një simulim i një situate zjarri në shkollë ka qenë në qendër të një demonstrimi të organizuar nga Emergjencat Civile në bashkëpunim me forcat zjarrfikse dhe Policinë e Shtetit në Gjirokastër. I pranishëm në këtë stërvitje ishte dhe Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, i cili theksoi rëndësinë e zhvillimit të këtyre ushtrimeve në një qytet si Gjirokastra, që vitet e fundit është përballur me problematika të shpeshta nga zjarret. Erdhëm bashkërisht bashkë me kolegen Mirelën në kuadër të një programi mbarkombëtar, do të thoya, që kemi deri ta fillojmë me Gjirokastrën, i cili është i përbërë nga element ndërgjegjësimi, po edhe element stërvitor dhe simulimesh, sidomos në ambiente publike, siç ishim sot në shkollën Çajupi këtu, dhe patëm mundësinë të demonstrojmë një simulim, një situate zjarri, reagimin e nxënësve, reagimin e të gjitha institucioneve të përfshira në zinxhirin e emergjencës civile. Dhe e kemi përgatitur këtë stërvitje për dy arsye. Arsye e parë patjetër edhe ndërgjegjësimi i gjithë nxënësve për mënyrën se si duhet reagojnë në rast të emergjencash, të krijojnë shqisa dhe veti qoftë për të informuar, qoftë për të mbrojtur njëri tjetrin, qoftë edhe për të alarmuar dhe të reaguar në kohë. Elementi i dytë ka të bëjë me ndërgjegjësimin që lidhet edhe me fillimin e sezonit turistik, padyshim Gjirokastra është një destinacion i preferuar. Ndërkohë, Ministra e Turizmit, Mirela Kumbaro, shpreh se Gjirokastra përveç pasurive natyrore dhe historike që ofron, duhet të garantojë edhe një turizëm të sigurt. Sipas saj, bashkëpunimi me Emergjencat Civile është thelbësor për këtë qëllim. Është një qark që ka pasur në të paktën në 10 vitet e fundit që unë ndjek në përditshmëri, jo pak incidente që kanë të bëjnë me emergjencat civile. Kur vjen vera, përveç se ngritjen e temperaturave, shtohet shumë popullsia, shtohet ndoshta nga një pikpamje dhe pakujdesia e personave të ndryshëm, qoftë të barimve apo të atyre që aventurohen në territore jashtë qytetit. Nga ana tjetër, nëse nuk kanë një ndërgjegjësim të gjithëve, duke filluar nga shkolla, nga banorët, ne nuk ja dalim dot vetëm me strukturat që e kanë detyrë parsorë këtë gjë. Në përfundim, Ministri Vengu komentoi edhe vendimin e fundit të qeverisë për rikthimin në shërbim të oficerëve të rezervës.